Tu jemi në katin e parë të zyrave. Tona, e kemi debut të 3 kate. Tu jemi një nga ekipet tona të si të rëndësishme. Shniku është ide i ky grup punon me Virgin Grupin e Richard Bransonit, me Virgin Voyages, kanë proqerat dhe po merret komplet në zhvillimin e aplikacionit të tyre nga e para. Atë është akoma ekip më i madh, por është një pjesë dhe në Kosovë. Kryeministri kompania Ritech është kompani e cila është themeluar në vitin 2016. Këtu ka 300 të punësuar në Shqipëri, ka 150 të punësuar në Kosovë dhe 500 në Maqedoni. Dhe punojnë vetëm për produkte të cilat i eksportojnë. Pra, si tregun amerikan, 90% kemi. Kjo është salla e lorave. Meqense gjithë të punësuarit janë në kompjuter tërkohën, kanë nevojë të shkarkohen dhe një nga... Para të we work on film? Po. Kështu që... Newman. Po vazhdojmë në startup. Mund ta sillin këtu, edhe. Shumë interesante. Mund ta sillin këtu. Po vazhdojmë. Pati një riz, po nga Andrew Robbins ka përshtypjen. Po vazhdojmë. Shumë interesant. Mund vi këtu. Shumë interesant. Tani është kati i dytë, që është kati kryesor i Loni. Tu, ky divani është i lënë me qëllim, sepse ka qenë divani jonë i parë në apartamentin, kur kemi nisur 3 persona. 3 vete kemi. 2016, po. Një apartament bles këtu përballë Kristalit, keni qenë? Kemi këtë kompletet si modin që... është zyra... Si jeni? Si jeni? Ky grup punon me një nga grupet të mëdha të parkimit në botë, Pay by Phone, 1300 qytete, gjithë Amerikën, në Europë. Ne jemi pothuajse, tu është një pjesë e ekipit, ka dhe nga Kosovë, Maqedoni, po përgjithsisht drejtimi është nga këtu dhe po merremi komplet në rishkrimin e aplikacionit të tyre, miliona përdorrues dhe mijëra qytete. Qytete dhe me parkime private. Respekt, shumë respekt. Si jeni? Shumë respekt, shumë bukur. Përgjithsisht grupet janë të orientuara në projekte që zhvillojnë. Ka ndonjëherë kur janë zyra të gjëra, ka edhe 2 projekte varësite. Po nga. Jam pa fjalë. Komplet pa fjalë. Sa për të bërë një intro, si të thamë më parë, kompania është themeluar në 2016. Këtu kemi një pjesë të ekipit të kompanisë. Janë çuna dhe goca të reja, mosha mesatare është 31 vjeç. Unë në fakt zgjodha që të vinim sot këtu sepse besoj që është një nga shembujt më konkret të se si është zhvilluar industria e teknologjisë informacionit në vend. Nëse neve do vinim në një kompani të tillë me një numër të tillë të punësuarish para 10 vjetësh, do i shihnim gjithë të çunat dhe gocat e reja në call center me nga fal kufje, duke bërë thjesht atë telemarketingun dhe do kishin pagën mesatare rreth 300 euro. Sot që flasim te kjo kompani, po dhe ke shumë të tjera, te mira kompani në fakt që janë zhvilluar në vjetëçarën e fundit në teknologjinë e informacionit. Paga mesatare është 2500 euro. Nuk po them as më të vogël as më të madhe, që mos shtoj kompeticionin, se sektori i IT-s është kompetitiv, por që bëhet fjalë për një punë shumë mirë të paguar, bëhet fjalë për një kompani që prodhon dije, eksporton, zhvillon talente. Dhe besoj që
Këto janë shembulli më konkret I atyre shifrave që ne me shumë krenari lexojmë kur bëhet fjalë për eksportin e shërbimeve të IT-s, I cili është më shumë se sa 20-fishuar në këtë 10 vjeçarin e fundit. Ne kemi filluar punën kur eksportoheshin 8 milion euro, kur kishte gjithsej 250 biznese në këtë sektor me 1000 punësuar. Dhe sot eksportohen 210 milion euro, janë 4200 biznese në këtë sektor dhe janë gati 18.000 punësuar. Ky është një sektor që ne e kemi nxitur në fakt për të vërtetës, jo vetëm me investimet që ne si qeveri kemi bërë në infrastrukturë digjitale, të cilat kanë dhënë punë për sektorin e IT-s, po kemi nxitur edhe në politikë fiskale të lehtësuar. Dhe tani Riteku ka bërë aplikim për të hyrë si pjesë e Duranës, që është një tjetër projekt I joni për të zhvilluar akoma më tej teknologjinë e informacionit, ekonominë e dijes dhe talentet shqiptare. Dhe një gjë tjetër para se t'ia kaloj fjalën e Aleksandrit, I cili është ndër themeluesit e kompanisë. Këtu kemi përveç kompanisë që punon për grupe shumë të mëdha, kemi edhe 2 persona të cilët janë të punësuar dhe kanë zhvilluar idetë të tyre dhe janë suportuar nga Startup Albania si projekte fituese. Njëri në shërbim të komunitetit, është startupi që quhet Komuniteti, që I shërben qytetit, I shërben administrimit më të mirë të pallateve, një ide shumë interesante, dhe një tjetër që ka të bëjë me një projekt I lidhur me telemedicinën. Pra, këtu jo vetëm që zhvillohen dhe eksportohen shërbime, por zhvillohen dhe brenda vetes talentet, sepse në mënyrë që ta hapen potenciale të reja edhe për shërbim. Aleksandr. Faleminderit për fjalën, faleminderit zotë kryeministër për. Sa vjeç je? Unë jam 35. Kam nisur në 26 vjeç. Ka qenë faktikisht një takim në Angli, në Oxford me partnerin tjetër që është kanadez. Unë takuar, unë bëja masterin në Oxford për inxhinieri software, ai ishte në eksplorim talente sepse e kam në slide, më thënë ishte në moshë është pak më arritur se unë. Dhe vendosëm që diku nga fundi 2016-s unë të kthehesha dhe të tërtonim këtë kompaninë duke qenë se pa një potencial. Ishte edhe një moment shumë I dur në syrin tonë për të filluar për të rekrutuar, se gjithmonë objektivi jonë ka qenë talentet. Pra të rekrutojmë, të rrisim talentet edhe të zgjerohemi në këtë rajon. Dhe normalisht që Shqipëria ishte para edhe për arsye të ambientit, sigurisht që unë kisha, por edhe sepse unë jam shqiptar, që është e rëndësishme në pjesë. Siç po ju shpjegoja, nisëm me 3 persona në një apartament të afër, les atë vit ishte bërë një dimër shumë I ftohtë, edhe u grupuam të gjithë në një zyrë aty, sepse nuk po ngrohesh. Gjithë 3 metra? Gjithë 3 metra. Grupuam të gjithë. Edhe normalisht I fillimet që janë të vështira, po që duke qëndruar, duke luftuar në atë, pas e kalon një vit, filluam të zhvillohesh. Ne kemi bërë çdo gjë të fushatë në fillim, nuk është e thjeshtë të diskutojmë. Pastaj që prej 2019-s çuditërisht ne nuk kemi asnjë sales person, nuk kemi një shitës. Pra gjithë biznesi që ne vjen tani, sidomos nga këto grupet e mëdha, është preferim. Dhe kur ky ortaku patjetër kishte eksperiencë, kur ky ma tregonte mua më duke I habitshme, si ka mundësi që mos të duhet të bësh një shitje. Sepse po të zhvillosh, po të zhvillosh mirë, po të komunikosh dhe po të ekzekutosh atë që zhvillon, vjen vetë. Dhe ashtu ka ndodhur, ne realisht nuk kemi. Shitjen e bëj vetëm unë atë dhe zakonisht vjen kur vjen një referim, që ne thjesht diskutojmë, kemi bërë këtë, japim referenca dhe kalojmë. Edhe kështu jemi rritur tani deri në 500 persona. Për momentin jemi në këtë lloj ndarje, më thënë në rajon, shumica janë në Tiranë, gati 300 inxhinierë në Tiranë. 150 I kemi në Kosovë dhe kemi një grup për 50 personash në Shkup tani. Pra gjithë të pjesën e rajonit të zyrat këtu, një pjesë aty janë zyrat Kosovë që zhvendosëm tani biles I bëri çik xheloz persona këtu që investuan të parë të Kosovë, ata ankoheshin për ne përpara, kështu që në atë standard do vemi edhe më tej edhe në zyrat në Tiranë, sidomos edhe me Teknoparkun. Ky është plani në Duranë. Kjo është ndarja përgjithsisht e resurseve, jemi gati 500 persona. Kemi një fokus shumë të madh 2 vitet e fundit, më shumë se 2 vitet e fundit, po tani po orientojmë komplet në AI
gati 20% e xhiros tonë apo projekteve tani janë AI, me planin që vitin tjetër të jemi në 50%, sepse ka një rrezik flitet, po ne e pam që kemi kapacitetin, direkt disa nga produktet kemi 5 vite që zhvillojmë me AI, dhe normalisht duke investuar në këto aftësi rrugës ti kap nivele të tjera, edhe me rekrutime të reja, po sidomos edhe me persona të brendshme. Dhe këtu përgjithsisht, do të thënë shumica edhe persona që janë sa për pyeste djali i shpar, kanë 7-8 vite me ne dhe po ambiteri, do të si ka mundësi zhvillim. Përgjithsisht ne kemi investuar shumë te njerëzit edhe ka qenë ky fokusi afatgjatë në shumë të sa në afat shkurtër. Disa nga klientët tanë të mëdhenj, ka dhe tjerë, po këta i veçoj sepse dy nga këta do kemi te ky prezantimi është Mars, që është kompania më e madhe e njeve, për cilët kemi bërë vetë projektin në portin në Los Angeles. Është Siemens, për cilin kemi punuar me qytetin e Berlinit që do të prezantojmë gjithë aplikacionin e ticketing edhe trenave, 5 milion downloads, dhe kemi shkruar komplet ne do ta prezantojmë gjën, dhe Virgin Voyages që ishte ai ekipi poshtë, që kemi diku te një vit tani dhe bles nga maj mundet që Richard Branson i vetë na bën një tip kudos për aplikacion, sepse është një nga gjërat më kryesore, është aplikacioni që çdo kush përdor për veten ato floqerat tyre dhe për ato normalisht është investim shumë i madh. Interesante me Virgin është që na shkruajtën te contact forma. Dhe na shkruajtën te contact forma sepse dikush nga investitorët e tyre që ishin bene në kohë, në board, i tha kemi dëgjuar për këtë kompaninë Ritech. Dhe në shkruaj contact form dhe unë ato partnerin diskutonin që ore, është spam, apo si kam se unë i përgjigjem dhe ai thotë direkt premte dhe futën gjithë literat në kohë dhe ne që mezi po prisim të pyesim kush ishte referenca, derisa na thanë se nuk ndodh, nuk ka mundësi me mira, letra mira kompania pa një referencë, por deri aty ka vajtur një grup si Virgin të shkruaj te contact form. Ky është produkti me Marskun, me portin. Kjo është një fotografi reale, po të shikosh djathtas, se foto e madhe ka kamera të bardha dhe ka ekran në çdo port, të cilat i kemi instaluar ne. Qëllimi është që ne të masim produktivitetin pa asnjë inputi. Përpara nesh në 2020 tentoi Honeywell, duke vënë butona, në momentin që ka një buton, që ka një input, e pash nuk funksionon, dojë 20 milion për një POC, proof of concept. Normalisht ne i vajtëm frise, ne ishim kompani e vogël, i thamë hajde bëjmë si një projekt shkencor, veshëm disa vite që ne tani të venim në të fat. Po të shikosh poshtë në mes të foto është menaxheri që shikon një ekran që shikon gjithë dyer, dhe ajo që është majtas në set poshtë është ekrani që ata shikojnë për performancë. Kjo është një real feed, nuk është real time feed, është video, matë personat, matë edhe pajisjet të cilat përdoren për të zhvendosur. Është Marsku në Los Angeles. Ky është një nga, tani jemi në 10 location aty. Los Angeles nisën të parën, ky u bë testi i parë. Janë magazinat, Marsku ka magazina në të gjitha portet, dhe për shembull një nga këto i shërben komplet Walmartit. Walmart ishte tjetri që na shkruajtin në contact form, sepse kishte parë çka kishim bërë ne tek një nga këto magazina dhe na shkruajti dhe na përshkruajti. Duam dhe ne ta kemi këtë punë dhe jemi në komunikim. Poshtë ata çdo punëtor shikon sa duhet ta mbaroj dhe sa është koha e tij. Po të shikosh atje në cep majtas, ai ka 5 orë me parashikim. Targetin është pas, se është bërë i biesh 1 orë e 24 minuta pas, matë se janë kartën për orë, matë se janë personat, dhe menaxheri shikon këtë në zyrën e tij. Shikon të gjitha dyert i mban pra të shkarkimit dhe shikon të bën gjithë dyert të ngarkimit në kamiona. Se përgjithsisht këto kamiona mund të vënë te Amazoni, mund të vënë te Walmarti. Dhe ta punësuan për ta verifikuar vjet apo par vjet një profesor nga San Francisco University që të verifikonte tani, sepse ata nëse do investoheshin më tej, që investuan duhet të verifikonin ore kanë arritur këta këtë 90% saktësinë që po e thon. Normalisht aty ai muaj ishte goxha komplekse, ai nuk la asnjë gur pa heshur dhe blezëran dhe nga pesha ata grupi jon realisht në atë, po e kaluam dhe arriti dhe e pranoi dhe ai që ne kemi demonstruar 22% produktivitet në arritjen e atyre. Po, dhe ata tani janë duke bërë një lokacion çdo muaj, duke shtuar dhe Walmarti në lojë dhe është goxha, edhe në momentin që ata shtrinë 100 lokacionet e tyre, për ata 22% produktivitet për një kompani anjesh që marzhet i ka të ulta është gjigant. Kështu që ka një kështu aha moment aty në aty dhe është 5 vjet investim nga jonë, sepse kjo është IP-ja jonë, nuk është se është intellectual property e tyre, ky është produkt
I bërë, ky është totalisht këtu, ky nuk ka asnjë ekip jashtë Tiranës, ka qenë i tëri këtu me AI timin ton. Partneri i dytë që kemi, që do e prezantoj Esmeralda, është Pay by Phone, që është ai grupi i 3 parkimeve të mëdha në botë. Pay by Phone është një nga aplikacionet global, më të përdorur në të gjithë botën për sistemet e parkimit dhe pagesave automatike të këtyre sistemeve. Sot Pay by Phone operon në 1300 qytete të shpërndarë në Amerikën e Veriut dhe në Europë, duke përfshirë qytetet. Po ky është juaj si ka? Ky jo, ky ne me këtë kontraktojmë, kemi marrëdhënie shumë të ngushtë, biles rishkrimin e kësaj po e bëjmë 80% ne. CEO është shumë i përfshirë, biles ai tha po e ribëjmë nga e para sepse ata kanë nevojë që të futen në AI, pra gjithë pjesën e AI po e bëjmë ne. Dhe biles ai unë informova se normalisht i mora leje dhe tha nëse Kryeministri do ketë interes, do merrem direkt dhe mund ta bëjmë edhe Tiranën testin e parë të AI nga këto 1300 qytetet që kemi. Duke qenë se përdoret nga qytete kaq të mëdha si Londra, Parisi, Vancouver, Miami, nëse Tirana do ishte qyteti i parë në Shqipëri që do ta përdorte, do ishte njëkohësisht qyteti i parë në rajonin e Ballkanit, sepse asnjë qytet apo shtet tjetër në këtë rajon nuk përdor aplikacionin e Pay by Phone-it ose aplikacionet të ngjashme në këtë nivel digitalizimi. Një nga qëllimet kryesore të Pay by Phone-it është të modernizojë dhe të thjeshtësojë eksperiencën e parkimit dhe e bën këtë në 2 mënyra. Ka 2 platforma kryesore, që është aplikacioni mobile që ata ofrojnë dhe aplikacioni në web, në website-in e tyre. Nëse flasim për aplikacionin mobile, është lehtësisht i aksesueshëm nga çdo individ që ka një smartphone, mund ta shkarkojë atë në Google Play ose në App Store. Pasi e ka shkarkuar, mund ta përdorë ose duke krijuar një llogari në aplikacion, ose si një guest user. Pasi e hap aplikacionin, nëse e shihni këtu është harta, të gjitha zonat që janë me ngjyrën vjollës janë zona ku individi mund të parkojë, qytetari parkojë. Një nga gjërat që po bëjmë tani për ta është ajo që quajmë predictive parking. Nuk e ka asnjë që është parkimi parashikueshëm. Po mundohemi që duke analizuar këto dhënat, të nxjerrim me probabilitet, ti del nga shtëpia për shembull në Tiranë dhe të nxjerrim me probabilitet tek cila zonë parkimi ti mund të kesh mundësi të parkosh. Dhe marrim parasysh inventarin e parkimeve, patjetër historikun e parkimeve dhe marrim dhe eventet jashtme, si koha, trafiku, që e marrim nga Google-i dhe mund të marrim dhe evente që mund të ndodhin, nëse ka një koncert aty afër. Dhe në testet që po bëjmë aktualisht, po kemi goxha sukses. Domethënë po bëjmë me Vancouverin për moment, se në Vancouver ata janë vetëm këta. Ka disa qytete që këta janë vetëm këta. Tjetra është, më fal, përpara se të vazhdoj, tjetra që është e rëndësishme është që shumicën e këtij api e kanë shumica turistëve dhe që vizitojnë Shqipërinë. Biles për gallat dhe ideali i protokollit e kishte ndë instaluar në telefonin e tij kur e pa, më tha që shiko se pas e kam dhe unë këtë. Domethënë është goxha popullor si aplikacion. Për çdo qytetar që e ka aplikacionin e tij instaluar, nëse e hap pra siç po thoja, ose mund të hapi hartën dhe çon direkt Google Maps në lokacionin ku ndodhet, dhe mund të gjej hapësira parkimi aty, ose mund të kërkojë në mënyrë manuale në emrin e rrugës ose numrin e lokacionit të parkimit. Njëkohësisht, çdo qytetar mund të ruajë disa makina, mund të ketë makina personale, mund të ketë makina pune. Gjithë kohën e parkimit bën pagesën dhe këtu shef sesionin live të parkimit. Mund të ketë features të tjera, mund të shtojë sesionin, kohën e parkimit, të shohë historikun, edhe të shita faturat e parkimit që ka bërë. I fundit është ky aplikacion i Berlinit që është kompanija Siemens, po. Zoti Kryeministër, një histori tjetër suksesi që kemi këtu te Riteku është në partneritet me 2 divizione të Siemensit, përkatësisht Siemens Mobility dhe Siemens Infrastructure. Siemens Mobility është lideri evropian në lidhje me shërbimet e transportit publik. Të gjithë aplikacionet të cilat u japin mundësinë përdoruesve të qyteteve më kryesore të Europës dhe të më gjerë në botë, që të planifikojnë udhëtimet e tyre dhe lehtësisht nëpërmjet një aplikacioni të shkojnë nga A në B në një kohë shumë të shkurtër, duke pasur linjat e plota të transportit publik, mundësinë për kryerimin dhe për blerjen e biletave. Partneriteti jonë me Siemensin ka nisur në vitin 2021. Momentalisht jemi më shumë se 30 inxhinier nga stafi i Ritek Shqipërisë
të cilët janë të shpërndarë në 7 ekipe inxhinierike të ndryshme në Siemens. Po siç po thoja, punojmë me 2 lokacione kryesore, që është Gjermania dhe Zvicra. Dhe mënyra dhe metodologjia që kemi ne në punë në lidhje me këtë bashkëveprim është nëpërmjet staff augmentation, domethënë resurset tona, kolegët tanë, inxhinierët e Ritekut janë të përfshirë drejt për drejt me proceset që ka Siemens në krahun tjetër. Kjo gjë na jep mundësinë që të kemi një shpërndarje të madhe le të themi të njohurive, eksperiencës dhe ekspertizës. Gjithashtu, një ndër gjërat më kryesore që ne kemi pasur mundësinë në 3 vitet e fundit është që të krijojmë një engineering without borders. Domethënë kemi mundësinë që pavarësisht se jemi në 2 shtete të ndryshme, pavarësisht se nuk jemi nga njëjta kompani, proceset ne ti definojmë së bashku. Kjo e ka forcuar edhe nëpërmjet takimeve që ne i bëjmë shumë të shpeshta kryesisht në Hanover në Gjermani, por gjithashtu edhe nga stafi gjerman që vjen dhe në Shqipëri. Një ndër historitë më të suksesshme që kemi pasur në Riteku në bashkëpunim me Siemensin është aplikacioni BVG, në cilin kam edhe privilegjin të jem edhe project lead drejt për drejt me klientin. Që është institucioni i zotëruar nga Bashkia e Berlinit. Është aplikacioni zyrtar i cili u shërben të gjithë berlinezëve, turistëve dhe kemi momentalisht mbi 5 milion downloads. Dhe le të flasim me shifra konkrete, rreth 100.000 përdorues aktiv të aplikacionit në ditë. Ky aplikacion, them drejtën, është një kënaqëri personale ime, por edhe gjithë stafit, pasi përdoret gjerësisht në Berlin dhe le të themi që pjesa më e madhe e këtij aplikacioni ka një kod i cili është zhvilluar këtu në Ritek. Si ky aplikacion kemi edhe disa të tjerë të cilat ne bën aplikacione, shpjegoj. Ti merr hyn aty dhe me një pagesë mund të marrësh taksi, mund të marrësh autobus, mund të marrësh tren, mund të marrësh në këto ose mund ta kombinosh tripin, që mund të jetë një pjesë tren, një pjesë taksi, një pjesë mund të ketë shko që quhen end-to-end. Praktikisht të gjithë linjat e transportit publik që në Gjermani janë shumë përhapura, duke nisur nga autobuset, tramët, trenat, S-Bahn dhe të gjithë këto MSPs që quhen si puna e skudrave janë të treguara në një, dhe ti nga momenti që zgjedh një origjinë dhe një destinacion ke mundësinë lehtësisht të shohësh cila nga këto linja është më e shpejta për ty. Dhe është e gjitha në kohë reale, nuk është se ka le të themi dhëna të cilat janë të outdated. Dhe gjitha është kohë reale që shfaqet edhe vonesat dhe grevat që zakonisht janë zakonshme në Berlin. Pra ka pasur nevojë të ndrosh aplikacione, të hypën në tren, pastaj merr një taksi në stacion të trenit, shkon deri në një vend tjetër, mund të marrësh një pakën dhe paguan vetëm një herë, pa pasur nevojë që të ndryshosh. Kur e morëm këtë sistemin në dorë në 2021, na testoi Siemens me një afat 6 mujor, sepse nuk e besonte që ne do e bënim dot në aq pak kohë, ata kishin planifikuar një vit, dhe unë i thash duke llogaritur, bëm një llogari dhe pam që 6 muaj mund ta dinë dhe për ta fituar normalisht si klient. Dhe na testuan edhe në 6 muaj ne natë ditë edhe fundjava arritëm që e bëm edhe se me gjermanët është shumë e vështirë se sa me amerikanët edhe me pjesën tjetër të Europës të bashkëpunosh. Është shumë e vështirë të depërtosh. Jurgeni është modest, por Jurgeni merret direkt me BVG-n, me klientin e tyre. Është edhe te Jurgeni raportojnë edhe gjermanët e Siemensit tani në këtë moment. Ne këtu kemi njerëz goca çuna të reja me backgrounde të ndryshme, po unë doja që të përmendja që disa prej tyre kanë hyrë në këtë kompani duke mbaruar kurset e kodimit që ne kemi financuar si qeveri. Pra, është i treg që ti nuk është nevojshme të kesh mbaruar IT, të jesh i suksesshëm dhe sot të bësh inxhinier elektronik, po mjafton që ti të kesh dëshirë dhe patjetër vullnet, dhe mund të edhe në një kurs 6 mujor ti mund të mësosh të hysh në këtë botën e teknologjisë dhe të kesh një punë kaq mirë të paguar. Konsistenca është e gjitha. Ne themi smart and get things done. Dhe ajo që do hapim tani do ta hapim së shpejti atë ekol Karl dhe shkollën e studios në Francë në Gjermani. Edhe vazhdimisht ajo shkolla ka pas një sukses të zakonshëm pikërisht se ka këtë koncept që nuk ka rëndësi mosha, s'ka rëndësi çfarë ke studiuar etj. Qofse do të hysh në këtë botë, shkon atje bën një shumë intens kurs edhe pastaj
Gati për treg. Futesh në këtë treg. Po. Unë jam shumë i impresionuar. Faleminderit. Shokuse. Ne kemi shumë krenari në punën që bëjmë dhe kemi realisht pasion, nuk është për te punës. Jo, më që dëgjuar kështu, që dëgjuar, po kur e shef kështu konkretisht nga brenda është tjetër gjë pastaj është. Faleminderit. Edhe është pikë shembulli tipik që pa truri eksportohet, po duke qëndruar këtu. Pra ne punojmë, paguajmë mirë, punojmë me jashtë, eksportojmë dijen, eksportojmë talentin nga Keni këtu. kërkesa për të punësuar këtu? Nga njerëz që aplikojnë dhe ne, Po. pafund. Si e bëni, si e keni Ne kemi pas të filozofinë që pozicionoheshin si një Google real. Në fillimet janë vështira dhe e gjitha është trajtimi e para dhe më e para se sa ana financiare është niveli i projekteve me të cilat punojmë. Pra, shumica e talenteve duan të punojnë me gjëra interesante. Ndonjëherë inxhinierët janë edhe të përkëtelur, sepse është natyra e duhet të japësh disa benefite, për shumë ne kemi benefite drekrat i kemi këtu, kemi inxhinierin që gatuan, kupton? Shtëpijet kanë parkimin, kanë fleksibilitet në orar. Mos ja u përmend tani. Tash ato e din. Kështu është në të gjithë rajonet dhe në të gjithë botën tani. Dhe ne kur nisëm me këtë ide që të ishim një kompani ngjashme me ato në Silicon Valley, po këtu. Kjo ka qenë filozofia jonë. Ne rekrutimet tona janë goxha të forta, 1 në 10 pranojmë tani. Sepse niveli i punëve që ne po bëjmë, ne po tentojmë, nuk është vetëm ana teknike për ne tani. Është ana komunikimit. Nëse ne këta klientë na japin gjithë produktin, duhet të kesh lidera që komunikojnë mirë. Nuk kemi më probleme teknike. Tani kemi vajtur te pjesa që po marrim një trajner për komunikimin. Që ti trajnoj si duhet të dhe komunikimi nuk është vetëm anglisht, anglisht e flasin shumë mirë gjithë dhe ka qenë faktor shumë i rëndësishëm. Por është mënyra si shkruan, është mënyra si artikulohesh, është ai e proaktiv, kur dikush të pyet diçka, për shembull një amerikan, po të pyeti çfarë po bëhet, po ti mund të jesh duke bërë punën dhe po e përgjigjesh ditën tjetër, për atë mund të jesh i vdekur, ai do t'i thuash direkt, hang on, I'm working on this, do një sinjal. Kultura jonë është çik më ndryshe, vetëm jonë, është e Evropës edhe Gjermania në përgjithësi, po tregu amerikan është ai që e shtyn teknologjinë dhe për mira për keq duhet të përshtatemi dhe ne jemi përshtatur. Dhe përgjithsisht grupet që kanë 7-8 vite këtu kanë ndryshuar 180 gradë. Duhet keni gjithë shqiptarë staf. Po, në Tiranë, po. Kemi vetëm një djalë iraken, që është Mahmudi, po që jeton këtu që është martuar, është një nga nxjerrë është martuar me një shqiptar ka vite. Që e çon zgjut. Po. Është realisht xhuri zgjut. E zgjut Mahmudi. Është shumë xhuri zgjut. Ky ka qenë fokusi dhe filozofia jonë, shumë e thjeshtë. Engineering excellence edhe recruit the best talents. Simple. Këtë kemi ekzekutuar tërkohë. Edhe tani po tentojmë me produktet. Jo, po tentojmë të bëjmë një shift në produktet. Tani kam sa pyetje unë që më lindën nga e para ne tani do fillojmë një projekt që e kemi është gati, është i financuar gjitha me Emiratet e Bashkuara për Smart City. Edhe do kemi e kemi ndërtuar në qendrën e monitorimit, është gati, do ta hapim punë ditësh. Dhe do kemi praktikisht një super informacion nga gjithë lëvizja në qytet edhe në rrugë kombëtare. Dhe po mendoja duke parë të parkimit. Këtu çështja në Tiranë dhe Shqipëri është pak më ndryshe se sa atje besoj unë. Sepse nuk është problemi ti japësh njerëzve thjesht që këtu mund parkosh, po ndërkohë është edhe problemi të menaxhosh hapësirën dhe ta mbrosh nga ata që shkojnë dhe ta zënë se domethënë logjika e thjeshtë e funksionimit të atij aplikacioni në Vancouver është që këto janë hapësirat, kush paguan zë hapësirat dhe i mban të zënën për kohën që paguan. Dhe proporcioni i shkelësve në raport me funksionimin e përgjithshëm është shumë i vogël. Këtu proporcioni është i madh. Dhe po mendoja që mbase duhet të shohim mundësinë që të bashkëpunojmë me ju, që ta bëjmë të
pay by phone të integruar me kamerat në mënyrë që pay by phone duke pasur kamerat të shfrytëzohet edhe nga policia. Edhe është në diplomë tonë, është në planin tonë. Ofron integrimin direkt me Law institucione, enforcement. law enforcement i quajnë ata, e kanë gati, që se ne do donin të përdorim, nuk ka nevojë për Po, ajo është po thotë ministri, Jo. është next step. Po, është Do me thënë, e kuptova, por duke pas në dispozicion këtë sistemi e kamerave, me AI, patjetër. mund të krijosh shumë të dhëna dhe pastaj do vi pak te Sepse me mat inventarin dhe bllokimin, do vi ka pak, qenë po, eksakt. Domethënë ti krijon një bazë që ti e paralajmëron law enforcementin. Pra, law enforcement nuk pret që ti thush shiko se këtu është zënë, po i thua këto janë pikat ku ty të zihet kjo gjë. Kështu që një ti prej dili, informacion. kështu që ti dili përpara. Se ti e di që ajo duhet të jetë bosh dhe kamera kapsh aty ke një makinë. Ka qenë Jo vetëm kjo. Ti me AI krijon një kapacitet të dhënash që ty t'japin pak nga pak, po jo shumë vonë, po pak nga pak, po me kohë të arsyeshme, ty t'japin një kapacitet parashikimi që ti të mund të vendosësh përpara se ku mund të ndodhi shkelja. Dhe kjo për të përtaçuar tani edhe në një hap më tutje përtej kësaj pay by phone, ne me ju domethënë mund të shohim dhe kjo do ishte pastaj në lartësi, kjo mund të theni produkt që ju ta bënit botror, mund të shohim parashikimin e aksidenteve. Domethënë ti krijon një bazë që ku të ndodhin aksidentet dhe pak nga pak me big data, ajo fillon me patterns dhe fillon të krijon probabilitetet dhe me big data ty të vjen probabiliteti që me 95% aksidenti i radhës ty të ndodhi këtu. Edhe mund të marrësh veprime duke çuar. Edhe jo vetëm duke marrësh veprime, po ti fillon i jep law enforcementit një brain që të analizoj pse. Se pse ndodh këtu. Domethënë, çfarë rrethanash janë specifike që ndodh këtu dhe s'ndodh atje. Dhe për ta çuar pastaj në një nivel akoma më ekstrem është parashikosh krimen. Që çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që ti sot jo ti, po shteti, ke një shpërndarje të forcave në mënyrë proporcionale. Pse? Për çfarë arsye? 20% krime rrezik ndodhin 20% paleto do të ajo. Për çfarë arsye? Ndërkohë që ti edhe për aksidentet, edhe për krimet, ti po të kesh një pattern, atëherë ti bën shpërndarjen e forcave në një tjetër dhe ndërkohë po të kesh një pattern, ti fillon bën analiza të një natyre tjetër. Nuk e shef këtë gjën si gjë të shkëputur nga pjesa tjetër, e shef si gjë të lidhur me dhe edhe është shumë e arritshme me teknologjinë. Edhe pyetja tjetër që vjen pas saj këtu është që unë besoj që ne ka ardhur koha që ne të hymë në përkompani. Do me thënë që shteti të futet, të financojë edhe të përfitojë. Si që bëjnë të tjere, do isha fola me para ca kohësh, fola me Mira Murati që po përgatitet të bëja të gjenere. Edhe i thash që a është e mundur që të futet me ne? Edhe më tha pa tjetër, dhe kam 3 shtete. 3 shtete dhe kam tha që më kanë bërë në advance ofertën për të bërë atë jo ata ajo që e pastaj më shpjegonte që çfarë është se janë 2 nivele. Një nivel është që futesh si më tha, që futesh me pak. Po si drama. Po ndërkohë që është dhe niveli tjetër që hitesh me shumë.
Domethënë ne ke ardhur koha që ne të hymë në këtë lojë, sepse edhe në rastin ton me kompanitë tona, edhe I japim se ajo e startupeve është shumë e mirë për të ndihmuar në fazën A, kur tjetri s'ka si gjë, ka vetëm një ide, kurse kur vjen puna, kur realiteti është I formuar dhe ti thua, ok, kemi këtë, si mund ta përdorim këtë kështu, dhe ky bëhet interes reciprok, që nga janë se në logjikën time I bie që tjetër është që ne të futemi edhe të bashkëpunojmë dhe të kemi produkt që pastaj juve mund ta përdorni ku doni. Dhe juve ky shërben se përdorni donat e një realiteti konkret që të keni produkt që t'i thoni re kjo funksionon këtu. Nuk po rritë të mbush mendin ty që unë kam, kjo funksionon. Pra, dhe në fund fare, shteti I kushton më pak. Se tjetër është të vit ju blej juve një gjë që juve e bëni me Los Angeles. Edhe ty paguam mbajtje, tjetër është të vit të them ma jep dhe mua, se ti pavarësisht se ju jep drejt këtyre, ku vjen puna ke llogarit, do bësh llogarit, do thosh dakord në rregull, po japim çik më lirë, po jo shumë më lirë. Kështu që dhe tjetra që unë besoj kemi diskutuar me Delinën është që duke qenë se tani situata është komplet tjetër, s'ka pas përpara ishte shumë situata është komplet tjetër, tani ne duhet ta ngrejmë në një nivel tjetër gjithë këtë pjesën e qeverisjes së kësaj bote. Me pamja se janë disa nivele që ne nuk I kemi të mënyrës si ndërveprojmë këto. Po kjo inteligjenca artificiale është jashtëzakonshme. Për një vend si Shqipëria është një mundësi. Ja të them, të them, shikoj se kjo është kur doli ky ChatGPT-ja. Pashu të Mira Murati shqiptare, ta gjej, ta kërkoj, e gjeta. Edhe u lidhëm telefon. Nga Vlora, e urova. Nga Vlora. Edhe shkollën e mesme ka bërë Vlorë. Ka I kushtat në vjetë. Ka pasur prindit të mësues. Vlora, komplet. Edhe I thash ti thash do ta ndihmosh Shqipërinë të futet në bëhet. A kujtoj se po bëhe humor, nuk pare kam seriozisht, se kam përshtypjen me sa kuptoj unë këtë, se lexova pak, që një ditë e fillim, me sa kuptoj unë këtë është ti mund ta ndihmosh të futet në bëhet më shpejt. Se kuptoj ta më qëmë, edhe I thash, shiko, pjesa që ti s'ke nga hikën fare me bëhen është merë 250.000 faqe. Këtej, edhe si di këtej. Dhe gjithë vendet, edhe ne që ishim përgatit, gjithë vendet, në momentin kur filloi negociatat, bëjt një ushtri me përkthyes. Edhe me jurist, edhe këto, mere, adoptohe, ushtri. Tha mua dha, I tha nuk kjo, më duket dha që është e bëshme. Edhe thashun e dyta ti na ndihmosh Shqipërinë të luftojë korrupsionin. Po kjo dha si është. I thash prokurime. Çfarë ndodh me prokurimet? Kjo është momenti I parë ku fillon mund të ndodhi korrupsion tek termat e referencës. Prandaj ne kemi kryer një sistem që termat e referencës nuk mund t'i hedhësh më në publik, pa kaluar tek Agjencia e Prokurimit Publik, etj. Po prapë është manuale. Prapë ka nevojë për gjykim njerëzor. Faza tjetër, cila është? I hedhet ti termat e referencës, po pastaj thua të gjithë kompanitë duhet sjellin sa punojnë s'kan, të sjellin sa kështu kanë. 90% e çat kërkohet ty është në një tender është public knowledge. Pra është diçka që ti do ta marrësh mund ta bësh cross check nga shteti ti si kompani, do shkosh do thush po sa kemi këtu, sa kemi aty, taksat këto, ndërkohë që të gjitha këto ti nëse me ai ti fif nga brenda, ti nuk I thu fare aty do kështu I vën këto kriteri I fif nga brenda. Dhe çfarë mbetet tek ty është të
thuash, shpresh interesi, edhe të bësh ofertën e Edhe çmimit. mund të nxjerrë edhe një fraud detection score. Të bësh ofertën e çmimit. Kjo tha është më e komplikuar dhe po ta shohim. Dhe kemi filluar ne me këtë. Tani kanë ndryshuar shumë gjëra. Janë shumë feasible. Kemi filluar ne me këtë. Tani, ç'a na ndodhi me këtë të integrimit? Ajo është e papara. Domethënë, e filluam, ai edhe këta thoshin që modeli është 90%. Sot është 100%. Është e vërtetë. Me kontratat që kemi punuar ne për klient, po arrihet të Një gjë tjetër që unë kam 12 vjet që përpiqem, sepse ne si italianë, si grekët, ne kemi bërë shumë ligje, shumë. Po të shohësh, ndodh njerëz shumë shpesh, çfarë jepi ligj, si jepi ligj tjetër. Ti shkon dhe thua, shikoj jo po prisësh. Sepse në ndërkohë që është bërë ligjëri, nuk e kam pas as mundur atë të shohin njëri po ku me çfarë po shkoj. Dhe është e gjitha me kështu overlapping. ambiguitet dhe interpretim. Tashti kemi bërë një sistem për të gërmuar brenda dhe për nxjerr gjithë overlapping, sepse në këtë mënyrë mund t'i thotë ligjvënësve, hiqi këto ligje tani, se këto nuk të duan dhe ose hiqi dhe këto tjera, sepse këto janë. Se këtu na dalin ne për shembull, ka momente, duket si absurde, të del pengesë i ligji 52. Për shembull. Kështu që me këtë ajnë Pastron edhe historikun e ligjeve. me këtë ajnë është më ndryshe. Unë e di që do vi fundi i kësaj do jetë që parlamenti do jetë e ai edhe si do vi. Do të rrit teku do nxjerrë kandidatët e vetë me dituri për këtë e për atë, ata të tjerë do nxjerrin vetët dhe votimi do bëhet me sa më vonë votimi do bëhet me produktet e friction. Do të marrin ato dyja ekra. Edhe ne kemi goxha me ai. Friction po puna është s'është me kontrolluar. Tani sidomos se ke vërë që ka një gjithë kontrollet, që zero. Se ti mund të thosh, unë nuk do të vazhdoj në këtë rrugë. Po, është komshiu që vazhdojnë. Edhe në qatë do të le komshiu që të vazhdoj dhe unë të desë, jo, në pas komshiu. Nash ekuilibër. Ti ikin këta, tonë, mbaj drekën për vete, shkopi komshiu. Inshallah nuk kemi ndërtuar një gjë që na çon mbrapsh. Edhe një gjë të fundit që mu harova të shënuar, ne kemi një problem kronik shumë historik me adresa. Për ta bërë fizikisht është gjithmonë e komplikuar, ndërkohë që s'ke pse e bën më fizikisht. Për çfarë pse duhet të jetë më fizikisht? Pse duhet të jetë me ajo ti përderisa sot adresa gjendet ti e jep parkimin i thu shko atje, shko këtu dhe jep njerëz. Dhe me këtë sistem mund të vësh adresat, se kur thot pallati me shigjeta, pallati i verdhë, të gjithu me jeshilin, ktheut e Bulmeti, kurse me këtë sistem mund të thosh një sistem adresash që është komplet accurate dhe është në hard digjitale, e punë te Google-i, edhe i forcon gjithë, është e vërtetë. Nuk e ke, se ke më rrugë. Është e vërtetë. Edhe mund të shikosh edhe me këndë nga satelitë, nga se ke më rrugë. Jo, më dhe ashtu pastaj ja jep, se s'është problem. I jep pikën, edhe i thu ngjyra është jeshile, s'ka rëndësi. Po mund të edhe këndet kanë parë që shifen tani nga sateliti, kanë përshtypjen ato këndet. Pra dhe këndet dhe ngjyrën mund të shikojnë. Jo më ashtu në ato lloj sistemi ja jep pastaj dhe e bën mund ta bësh edhe me si dush me vargjet e Shakespeare-it po desh. I thua ku është shtëpia po lagja e Julietës, ku është momenti ku Julieta i thotë s'ka rëndësi fare, ti e çon aty. Ti je përcakton një atë. Ajo është e rëndësishme në rregullimin e asaj. Shumë interesante edhe informacioni që na dha. Jo, në vërtet unë me thot drejtën vjen dhe zor tash, po nuk e dia nga Delina gjithë këto kapacitetet e këto, po këtë lloj gjëje që pa ashtu nuk e mendoj. Kemi qenë çik më kokulur ne, kemi orientuar shumë, nuk kemi qenë shumë në atë
Të ekspozuar. Ai ti të ka natyrë. I vjen si ambasadë këtu çfarë bëj. Ambasadë, unë këtu shtet vete, blok vete, s'ka lidhje fare me Faleminderit. janë dhe Mahmudi. Ne Mahmudi për një flamur iraken vogël. Po është shtu Mahmudi apo? Në këto javë është në Irak, më duket. Iken shpesh e ka familje në Bagdad. tani sfidë në mbetet të ta përfshim këtë teknologjinë dhe AI dhe të biznesit. Kryeministër, se ne si qeveri kemi marrë këtë iniciativë dhe por biznesi mbetet mbrapa. Domethënë këto solucione mund të janë interesante. Është informacioni, nuk e kanë. Jo, po dhe nuk i din, është një punë vete o që ti informosh që çfarë mund të bësh, dhe nuk e din për shkak që ekzistojnë të mundësi. Ata të portit atje. Nuk din çfarë nuk din. Porti, po edhe aeroportet, po ndërmjet Aleksandri që ka metode që aeroportet është shumë akulla. Pra, ku ka logjistik, mund të rritet produktiviteti shumë lehtë vetëm duke përdorur këto metodat me AI, me kamera. Pa investime shumë të mëdha në automatizime, domethënë se s'bëhet fjalë për prodhim manual. Dhe ajo që do ndodhi me portin është që do ndërtojmë portin e ri, ne do ndërtojmë me fondet e shtetit dhe pastaj do ta japim në operim. Edhe Maresku tjetri janë kandidat për të marrë operimin. Po mbase diçka mund ta fillojmë që tani një provë vogël të portit Durrësit. Kemi lënë një takim me drejtorin e portit Durrësit edhe me disa nga ato transportuesët që takuam javën e kaluar për të parë se çfarë nevojitet tamam edhe për të lidhur më shumë privatët dhe transportuesët, domethënë. Ky është qëllimi. Edhe krijon edhe një lloj efekti që është i rëndësishëm, domethënë që ka inteligjencë artificiale, computer vision, prap krijon efekt tek ata e kompanitë e anijeve, si do të thotë. Falenderoj shumë, jam sigur jam bërë, sigur jam gjithë një malë dhe jam marrë ajrë pasta. Ale dali prapë, futëm. Në përsëri këtu. Për kalamishte. Shumë faleminderit.